Top Albania Radio. She's on air. Jemi live në Top Albania Radio edhe me që përmendëm pak Top Arenën, do doja të dija si e përjetove ftesën për qenë atje. Sa e kam çik qejf sportin në zonë si puna jote. Atëherë, ftesa ka ardhur faktikisht ditën që un kam përfunduar rrugtimin tim në Big Brother. Okay. Me Manushin njihemi që prej Big Brother 9-s, kam dashur që atëherë të jem pjesë e procesit sportiv, po kam qenë shumë e vogël dhe u shkëputa nga televizioni, diskutime ndryshme nuk u bëra pjesë. Tani ishte momenti i tuhur, kështu që e nisëm me procesin edhe ka qenë momenti më i mirë për të bërë pjesë e Top Channel-it pikërisht këtë vit, pasi ishte edhe botërori, po t'jetë botërori do jetë Top Arena, ishte perfekt, nuk e di. Po çfarë ishte diçka që duhet ndodhte, domethënë. Çfarë mendon që ka më shumë për të pritur publikun Top Arena, përveç botërorit, domethënë. Na tregon sa disa surpriza. Ca gjëra do t'ju tregoj, nuk do t'ja tregoj të gjitha, se jeni që ngacmuesa juve. Jo, më jo. Hajde, se jeni 5 këtu. Mos njëri do ja dali tjetri. Hajde me gjithë ty bëhemi 6, po që për ngacmuesa, po. Një që s'jam këtu. Ju thoni shqyrë që unë s'jam këtu. Mos folme vetëm për ne, mos folme vetëm për ne. Atëherë, Top Arena është Top Arena sepse është prestigj, që do të thotë. Është prestigj që populli mund ta ndjeki dhe jemi gjithmonë afër tyre, jo vetëm me futbollin, me shpjegimin e sportit në televizion, po edhe duke qenë në terren. Kjo është gjëja që na e bashkon Top Arenën me publikun më tepër, është Ti patjetër ke qenë e përfshirë në sporte, po nga ky emision, nga kjo eksperiencë që ti po rifutesh dhe patjetër edhe nga procesi sportiv që tashmë është mbyllur, atë ka ndryshuar pak a shumë opinioni jot për futboll, nëse si ti e shijon të shohësh futboll, me ndeshjet që ti shkon patjetër. Absolutisht. Unë fillim kur shkoja në për stadiume, se kam shkuar në stadiume dhe përpara se të filloja punë tek procesi, nuk është se nisi nga hiçi kjo gjëja, po me këtë tifozë se pyetje çunësh me që u fiksova. Ky është sekret profesional dhe nuk më lejohet atë. Pse e ke? Por do të them vetëm që jam deri nga Prag. Okej, le se e kuptova. Po në Po për ne që skuptuam gjë si i bie. Po s'do të pra me edhe shpreh, pa më shumë mes nesh. Brapa. Brapa. Po për botror, kë ke ekip nga kombëtarët që unë jam tifoze prej shumë vitesh, edhe kur ajo humb me Spanjën, po kam shumë. Po s'ka humbë se fitoi Europianin tani, sa kaloi 2 vite. Po mos u merr ti me bukur. Shesi mori një tifoze me Spanjë, po kam shumë besim që këtë vit do e fitoj Franca, sepse ka një formacion shumë të mirë, lojtarët shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Pastaj ka shumë premisa edhe Brazili, por problemi është që lojtarët nuk shkojnë mirë bashk. Janë shumë të mirë në për ekipet përkatëse, po jo të gjithë bashkuar dhe nuk di ç'u them. Po gjithsesi unë dua shumë fitoj Spanja, kam frikë do fitoj Franca. Okej, pas ka frikë se do fitoj Francë, po marrim disa. Po ne kemi parë gjithashtu promoja ka dalë dhe kemi parë Mateon dhe Brikenën. Janë përfolur mjaftueshëm shumë kjo dyshe, nëse janë bashkë ose jo. Si qëndron e vërteta? Dhe vetëm e vërtetë. Do në dina janë ndarë. Me sa di unë, ata e kanë thënë edhe në rrjetet e tyre sociale, mos gaboj te grupi që kanë Instagram me fansat e tyre që janë ndarë, edhe po janë ndarë, është e vërtetë që janë ndarë. Por të paktën Top Arena po bën një gjë të mirë që po i ribashkon dhe po na i sjell. Po na i sjell të dy secili prej ata. Po nuk i njoh aq nga afër të dy, që të them, sepse Top Arena fillon tani, nuk na ka lidhur asgjë bashk më përpara, që kishim paktën bash bisedim dhe të di se çfarë të them, se nuk dua të flas kot gjëra që nuk e di. Mbase më vonë, po mund t'ju them diçka, më flisni çik një disa puntata. Më lër mua të pyes për atë që vën në lëvizje gjithë Top Arenën, që është Edi Manushi. Si është marrëdhënia jote me të? Shefi më i mirë. Shefi shok. Po në këtë grupin e bukur që ju keni krijuar, si janë në fakt në ato mbledhjet e grupit? Kush është ai që flet pak më shumë, ai që flet pak më pak, po kur flet i let gjithë pa fjalë? Mendon ti që ai që flet më shumë është Edi apo dikush që nuk ekziston fare aty? Sigurisht që Manushi flet shumë në mbledhje, ka shef që t'i vëjë gjitha punët në vit dhe të ketë rezultat mirë dhe duke se frytet i mbledhjem shikojmë çdo gjë shkon ashtu siç duhet. Na tregon doti diçka që e ke mësuar duke punuar me Edi Manushin që publiku ndoshta nuk e di për të?
Energjia e mirë gjithmonë. Atë gjë që ju thash pak më parë, që se si të ruaj energji në kaos e kam mësuar vetëm nga Manushe. Po ishte e mundur ta mësoj më përpara, do i kisha mësuar në Big, siç edhe e kam thënë, por e kam mësuar nga Manushi, kështu që faleminderit Manushi. Një emër i cili është krah Manushit si në procesin sportiv, por dhe në Top Arena. Sezoni sa i parë në fakt në Top Arena është Francesca Rustem, e cila është dhe një emër goxha i komentuar në rrjetet sociale dhe në botën e sportit. Si është marrëdhënia jote me Franceskën? Super e mirë. Aq e mirë, sa që nëse në një ditë unë nuk kam ndonjë vath apo diçka, urdhëro. I kam unë, jemi shumë mirë. Jemi një staf që funksionojmë shumë mirë bashkë, madje edhe për ata që nuk e dinë. Edhe ato gjakrat që kisha me Brikenën i kemi sheshuar tashmë, pasi Biku ka mbaruar, e takova gjatë xhirimeve të spotit. Ju urova suksese, përqafuam. Kështu është jeta. Tani jemi një grup pune që mundohemi të gjithë bashkojmë fuqit edhe të nxjerrim një më të mirën e mundshme. Po nga ky grup si kishe përshkruar gjithë me nga një fjalë, se e nisim tash. E nisim me Ed Manush. Po mi nuk e ke parë spotin, ti ka vendosur ai termat. Po ne duam të tua. Duam të tu. Thush dhe taksi rap. Është shumë e vështirë ti ndash ti vësh terma të gjithëve një nga një, sinqerisht. Jemi shumë të mirë gjithë bashkë, dhe nga që jemi shumë të mirë gjithë bashkë, prandaj edhe nuk i veçon dot. Nuk i veçoj dot, është e pamundur. Madje puntatën e fundit të procesit nuk kisha gëzim sinematin në krahun tim, edhe isha kështu, ku është gëzimi? Ku është gëzimi? Nuk më duk normale se jam mësuar që ja them ndonjë fjalë që rregulloj e bëj, dhe këtë marrëdhënie do kemi gjithë, nëse nuk e kemi në fillim, do e kemi diku pas nga mesi, le të themi. Nuk i ndan dot, është ajo shpresë me si Big Brother është. Po mirë, kolege Franceskën, kolege Brikenën, për kë je më shumë entuziaste që e ke kolege? Unë jam entuziaste për Top Arena, Stelina, unë dua që Top Arena të jetë korrekte me këtë përgjigje më Armela. Top Arena unë dua që të jetë kulmi i karrierës time nga dhjetori deri në përfundim Top Arenës, edhe ajo ka rëndësi për mua. Në një eksperiencë me të guximshmit kemi qenë me grupin e procesit sportiv. Unë e di që çunat aty kanë një super energji dhe vërtet janë goxha pozitiv në këto mbledhjet e juaja. Kemi ndonjë situatë fani që mund ta ndash bashkë me ne? Po nuk e diti që ato që ndodhen aty nuk dalin. Kanë nga ato që dalin, prandaj e mund si Vegas të isin Vegas. Do një që mund të dalë. Duhet kujtohem se ndodhin shumë gjëra. E mirë, unë po të jap pak hapësirë të mendohesh. Si thua, do pak hapësirë? Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak dhe aty do na thot Armela. Okej, nuk shpëtoj.